Përshëndetje, hoç, thot jam më mbulesë që 2 vite namazin nuk jam ka muj me bon si duhet për shkak se i prishet abdesi. Përshëndetje, motër. Duhesh me pas parasysh një gjë, ka mundësi që të duket se po të prishet abdesi, po të dalin gazrat, pejgamberi alayhis salatu wassalam na ka tregu. Thot përderisa nuk nin zhurmë apo erë të keqe, nuk e ke prish abdesin. Domethënë mos e bëj gajla shumë këtë mesele, nëse nuk ke faktet sigurt apo vetëm ju të bën vezvese, po duket se të vjen bën vezvese shejtani. Andaj kjo e para. E dyta, nëse ke probleme vërtet që domethënë ke probleme me nuk mund ta mban urinën, shamull dalin pikat pa vetdije, atëherë themi edhe kjo ka zgjidhje, kjo quhet person me yzer, domethënë me arsye, edhe në këtë rast para namazit merr abdes 5 minuta, edhe hyn bismillah namaz. Edhe nëse ndodh me të prish abdesin mrena namaz, nuk ka problem. Allahu xhaleshanu ta pranon namazin për arsye se ke sebeb, ke shkak, keni arsye që Zoti ta ka në konsiderat. Prandaj mos e bëj shumë gajle këtë mesele. Alhamdulillah.